Asnjëherë mos u mërzisni nga kurthet e njerëzve. Nëse Allahu është me ju, nuk ka rëndësi kush është kundra jush apo kush punon kundra jush. Jusufin alayhis salam deshen që ta mbysin vëllezërit e tij, megjithatë ai mbeti gjallë. Më pas deshen që gjurmët e tij t'i humbin, por emri i tij u ngrit edhe më lart. Më pas e shitën që t'jetë skllav e rob, por erdhi dita që Jusufi alayhis salam mbret u bë. Më pas deshen që dashurinë që e ndjente babai i tyre për të, ta largonin nga zemra e tij, por erdhi dita që ajo dashuri për Jusufin alayhis salam u shtua edhe më tepër. Mos u mërzisni nga kurthet e njerëzve, sepse vullneti i Allahut është mbi çdo vullnet tjetër. Një ndër këshillat e arta që pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ja adresoi Ibn Abbasit radiallahu an ishte edhe kjo: "Wa'lam", tha o Ibn Abbas, dije mirë dhe mësoje se të gjithë njerëzit e botës, nëse tubohen e bashkohen e mundohen me të dëmtu, nuk kanë mundësi me të dëmtu nëse Allahu nuk e ka caktu. Ajo që kërkohet për jush është të jeni të sinqert me Allahun fuqiplot. Përderisa jeni të sinqert me Allahun fuqiplot, mos u friksoni nga kurthet dhe dredhit e njerëzve, sepse ata bëjnë kurthe kundra jush, Allahu u aprish kurthet atyre.